Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një ditë timen këtu në Shqipëri, më saktë në Pogradec. Sot jam shumë e motivuar që të dalë, sepse është koha kaq e bukur dhe nuk e di që kur kam ikur nga Pogradeci në moshën 15 vjeçare, që nuk kam shkuar tek tregu i të përdorurave, edhe kam dëshirë të blej ndonjë gjë të bukur dhe të veçantë, edhe të harxoj pak kohë aty duke kthyer dengun nga poshtë lart, më thash. Fillimisht do pim një kafe, pastaj do shkojmë tek të përdorurat për të bërë pak. Inshallah kemi fat shopping. Dhe pastaj do t'ju tregoj se çfarë do bëj gjatë gjithë ditës, por këto janë dy planet kryesore. Kështu që qëndroni me mua në këtë video. Shikoni sa i bukur që është moti. Nuk është ftohtë fare, po këto nuk e di. Pogradec njerëzit janë çik të plevitosur. Tani po shkojmë të pim kafen e mëngjesit. Unë jam me pushime, jam plazhiste. S'ka gjë. Do shkojmë të pim kafe këtu në turizëm në Enkelana. Sa po parkuam, paguam 500 lek për parkimin, 500 lek të vjetra, 50 lek të reja. Tani do pim kafen, pastaj do shkojmë të blejmë nga tregu i të vjetrave ndonjë gjë të lezetshme. Kështu. Kafja e mëngjesit këtu me këtë pamjen fantastike nga Gjoli është një shpërblim. Shpërblimi gjithë lodhjes që erdha nga Gjermania, nga Tirana, bla bla bla, sot jemi për shefin ton. Për fat të keq, domethënë kamarieri nuk është se ishte shumë i vëmendshëm, se kërkuam ujë ambienti dhe na erdhi ujë ftohtë, po nuk ka problem. Dhe cappuccinoja nuk ka shllak, dhe unë doja shllak, po prap nuk ka problem, rëndësi ka që kemi pamjen e bukur. Gëzuar. Filloi kjo shllak. Gëzuar, s'ka gjë, se nuk po të marr ty. Mbaruam kafen, ja kaluam shumë mirë sepse ishte diell, moti ishte fantastik. Dhe tani po bëjmë një xhiro nga liçeni. Nga Gjoli, na falni, të flasim si nga Pogradeci. Edhe do bëjmë një xhiro nga Gjoli dhe pastaj do shkojmë nga tregu. Tani do thoni juve çfarë ka ky Pogradeci që të vini ta vizitoni, po të tëra ai ka. Ka njerëz të mirë, ka diell, ka pozitivitet, ka Gjolin, ka ku dëgjon, ka gjallëri. Kështu që kush nuk ka ardhur nga qytetet e tjera afër në Pogradec, turp që vi. Është vërtet shumë bukur. Po ja kaloj shumë mirë, nuk e di, jam shumë me energji, jam shumë e lumtur. Sapo arritëm në tregun si quaj ky tregu? Ka ndonjë emër? Tregu i Pogradecit. Sa erdhëm në tregun e Pogradecit? Të shkojmë tek second hand. Po si s'keni një emër për tregun me turp? Tregu i madh i Pogradecit. Do shkojmë tek tregu i përdorurave. E të shikojmë nëse do gjejmë ndonjë gjë. Ja, këtu fillojmë në reckat, i themi në shqiptarët, apo jo? Aty shumë të mirë. Ha, do fillojmë që këtu. Këtu pas kemi fustane pa fund. Kështu që të shikoni, edhe këto, të mangos. Qa ma se janë, ja. Këto do më bënin mua, po tani nuk më bëjnë më. Edhe nuk e di sa do jem pas 7 zanis, kështu që. O, sa keq. Tani fillojmë në tregun e madhare. Tani mbaruam nga tregu i të vjetra. Ja të presim mamin. Edhe po shkojmë pak në të reja, mbase na pëlqen diçka. Unë mëra disa gjëra dhe ja u tregoj në shtëpi. Sa po erdhëm në shtëpi, e jemi ndruar sepse tani do shkojmë në fshat. Edhe doja t'ju tregoja pak se çfarë kam bler.
Injorojeni pjesën mbrapa se jemi duke bërë punime këtu në shtëpi. Dhe është kantieri hapur, kështu që prandaj janë dhe tërë këto gjëra. Atëherë. Këto janë të mamit. Prit. Nga qa bleva. Atëherë, mora një fund të gjatë deri në fund të këmbëve. Edhe është me këtë të qarën këtu. Materiali duket super për 1000 lek, pra 100 lek. Është shumë i madh për belin tim, apo ndoshta edhe fiks, tani me barkun, por e mora sepse mund ta vendos edhe këtu poshtë. Pra, kur të më rritet barku, mund ta vesh këtu, edhe vesh dhe një bluzë të thjeshtë sipër edhe voilà. Vjen nga 10 për 100 lek. Të njëjtën gjë, në e njëjta tet mora dhe këto. Po, edhe ky fundi i thjeshtë, i bukur dhe këtë e mendova sepse më bën edhe këtu poshtë, këtu nuk e di, ta shikoj. Por nuk kisha një fund të zi të thjeshtë, për ta veshur me një këmishë për shembull. Dhe shkova vetë për një palë xhinse. Tani nuk e di nëse e kam prerjen e gjatë, por mendoj se e kam të shkurtër. Edhe ja ku janë të gjëra këtu poshtë. 100 lekë dhe këto do duken super të re. Ha, të pëlqejnë? Nona e kam marrë. Dhe gjëja tjetër që mora për vetë ishte një këmishë shumë e thjeshtë. Dhe mora për shumë për ta hedhur kështu sipër ose për ta veshuar edhe me fundin jeans edhe duket që është e thjeshtë, e bukur, edhe nuk ishte shumë e madhe nga këto këmishat që të rrinë oversize, sepse oversize kanë sa të duash. Dhe atë fundit fare që mora, Stefani nuk ka asnjë palë atlete kur të vi tani për në verë për atlete të bardha, dhe unë shkova te këto vjetra dhe i mora këto për 5000 lekë nga Supra. Dhe janë pak të palara, po kur të laj, besoj që do jenë super të mira. Edhe për 5000 lekë, Stefani t'i pëlqyen shumë, t'ja laj, t'ja bëj. Edhe fundja, edhe sikur t'i veshi vetëm këtu, gjatë ditëve që do jetë dhe nuk ka vend në valizhe për t'i marrë me vete, mund t'i lëm prap te shtëpia e mamës. Pra nuk është se bleva ndonjë gjë super të shtrenjtë. Por më pëlqyen edhe një palë të gesit, shumë të bukura. Mirë, po ishin një numër pak më i vogël për Stefani dhe kisha frikë se nuk do t'i bënin dhe nuk i mora. Po kisha gjithë ato kusë të bukura. Gjithsesi dua të them që pazari në Pogradec e kisha në kujtimin tim shumë herë më të madh, shumë herë më shumë njerëz, por si duket mbase njerëzit nga që blejnë tani online, nuk është se ka më aq shumë. Edhe kishin mbyllur një pjesë shumë të madhe. Mbaj mend që në Pogradec kishte edhe treg fruta perime brenda. Tani nuk ishte fare. Gjithsesi blevëm ca gjëra, më shumë për të kaluar kohën, ja kaluam shumë mirë, diell, edhe tani erdhëm në shtëpi. Hangra një sallatë, sepse domatet që ka në Shqipëri nuk e di. Nuk i gjen në asnjë vend të botës. Kudo që kam qenë, domethënë domatet sa të shijshme janë këtu. Ndërsa nga që është sezoni tani edhe bëhen nga serat e lushnjës, po ishin shumë të mira edhe kur lëshojnë dhe atë lëngun e sallatës atje në fund, të ngjysh më bukur. Vetëm sallatë kam bërë këto ditë. Tani të shkojmë në fshat, sepse mami ka mbjellur disa tomate, speca, tek toka që kemi shtëpinë në fshat, në Mokër. Edhe duhet shkojmë patjetër t'i vaditim, kështu që me që erdhi goca me makinë, të shkojmë të vadisim qepët. Kështu që do t'ju tregoj që ka mbjellur sepse është kaq shumë krenare, sa nuk e keni ide. Dhe mbasi ja tregon dhe ajo që ka mbjellur aty t'ju bëj një kopështur të vogël. Ja, sa po erdhem në fshat. Mami hapi derën dhe kjo është shtëpia e vjetër. Sa po erdhem në fshat, shikoni si është bari. Fantastik, sa i bukur. Dhe mami jo fu direkt punës. Mirë që kisha këtë kapele me vete se shumë nxehtë. Po ju tregoj një mami se çfarë na kanë mbjell, se i kanë birë këtu dhe është kaq krenare. Edhe mami, hajde pak na trego këtu çka ke mbjell. Çka ke mbjell? Kam bërë çepë njoma. Okej. I thon çepulka. Do na bësh të byrek sot me çepulka. Okej. Çfarë po bën tani? Po shkul këto. Po shkum çik barka sa do t'i vadi. Okej. Aha, vazhdojmë. Çka ke mbjell tjetër? Ka mashurka. Këto. Ja fasule që hahen siç janë i grim kështu i vëngjell, sup. Po mashorka. Okej. Tjetër çka ke? Këtu Po këto të hollat çfarë janë këto të hollat këtu? Edhe këto çepulka janë? urdhra. Udhra. Kanë bërë. Po mirë mjafton. Këto këtu
Që janë kështu, në këtu janë kungulleshka për gjellë. Shiko, kanë birë të gjitha. Kanë birë. Këtu i ke salata. Se sa të mira që kanë bërë këto. Fritë që do t'i marr. Kujdes mos na i shkel udhrat. Këtu janë spinaq, i vonë, Ky është spinaq. Okej. Që kanë djegur pak nga plasmasja. Po se kishin nequr këto. Po kari mirë gjene. Shumë. Tu? Do bëhet i mirë. Edhe marule. Janë djegur se ishte shumë. Po s'ka gjë. Vin prap ato. S'prish punë. Do marrim ca këtu të bëjmë një sallatë në shtëpi. Tjetër? Pas ka akoma këtu. Këtu mbolla, po nuk kanë bërë mbolla ashtu. Që janë ato lëmpjetra? Karota. Këtu nga ato të mira, spinaq për fare për mua. Okej. Edhe këtu kanë bërë domate. Okej. Dhe domatet i kemi tëra këtu. Kanë birë, ato janë zënë. Po, i mbolla unë dhe... Shumica. Ka vaditur flutra, se po s'ke vaditur flutra. Do je që ka humbur s'ka të zë. Të lumshin duar, të lumshin. Shumë mirë i ke bërë. Shumë mirë. Darda që në ka zënë. Shumë, kanë bjë dhe pasu se zjatën kështu në për këto. Në për atë, shumë mirë. Po këto kungu janë këto? Këto janë kunguj. Po. Fasule dhe këto. Fasule, pa, bravo, ma shurka. Shumë mirë. Dardën e të sa bukur. Si janë zënë këtu, ja. Këto, edhe këto. Këtu duhet marrim një lopë. Që të ashtu, se pas ke barë këtu sa të duash. Ue! Ja këtë ta se një të punoja po mbile. Po, shumë mirë të bëja. Ku është molla? Molla apo qërshia? Kam dy darë dhe një qërshia. Këte pas kam dy arti. Shko sa motivuar është. Bëj mashallah shive. Ua, qa është ajo? Ajo është qërshia, dardha. Po qërshia? Një është ati poshtë, një është aty se pas. Një është këtu se pa? Ta shikoj një. Base ka zënë barat. Po, se keni ide sa nëzë që është. Tani po shkoj te makina, që ka marrë me qëra. Sepse do vi kushurirat më takoj. Edhe ka vite pa e pa shpinë tonë të vjetër këtu që kemi kaluar fëmirin. Mirë po, këtu ka ndonjëherë qenë që ne kemi frikë. Edhe po shkoj ta marr tek dyqani që është aty 1 minutë. 1 minutë më mbrapa. E do ta sjell këtu në shtëpi. Të kemi pak nostalgji. Ja, këto trëndafilat kanë qelur. Vrut për dimër. Ku ka më bukur se fshati? Ja, i s'kanë bajtu sa kumbla. Ku janë më? Ja, kjo. Po, pas ka ca kumbla. Këta të janë prishur. Sa u knaqe. Kemi 3, ato mrapa shpizojmë për e, vajtë se binës. Jesh i lëk i gjallë. Edhe kjo shtëpia duhet ta rinovojmë pak edhe është super. Këtu kam kaluar fëmirin. Motra, rushi që është këtu, është rush shumë i mirë, është këtë janë s'ku këtu. Ky aty? Vërtet? Korrizim dhe këtë, ta shtrojmë kështu e ta mbushim këtu 3. Dakord. Shiko sa pamje të bukur kemi në shtëpi. Një shtëpi të këtillë me këtë pamje fantastike. Keni parë ju? Jo. Si thonë, Bëj turizëm. Ta rregullojmë një. Bëjmë pula këtu. Po. Turizëm kështu. Agrikulturor. Patate. Kemi këtu një hither. Bën kjo për lakror? Apo duhet gjejmë një të vogël? Të vogël. Mos është shumë e madhe kjo. Ajo është sa shtrashë, sa ti presish? Po gjetha, nuk bëhet me gjethe. Duhet dhe me trupin. S'ka gjë pa me gjethet. Ignorant. Jam shumë ignorante. Më falni. Aty të lumi të... Kishte atje? Këma tani që ka histrat mirë. Dakor. Keni bërë ju byrek me këto gjërat që të djegin? Kemi bërë para posot kësë vit, s'kemi pa të problem. Jo pys juve, aty. Hitra shumë e mirë. Dhe ka shumë veti ushqimore. Ka veti ushqimore, t'jep gjak. T'jep gjak.
Na erdhi një komshie këtu në fshat, edhe na solli nga këto specat me uthull, janë super të mira. Ja, kaq të shishme se keni idenë. Edhe shikoni çfarë pamje kemi në këtë shtëpi, domethënë. Ja, komplet malet. Të lumshin duart. Shumë faleminderit. Shi, e vaditi, e prashiti, e punovi, të lumt. Ço t'ju them? Perfekte. Tani, do bëjmë gati, kaq kishim këtu. Do vim vetëm nesër prap. Ky fshati quhet Golik. Dhe është nga Pogradeci diku te 35 minuta me makinë, po rruga është shumë e mirë deri këtu në shtëpi. Nga qiell, edhe nuk është problem fare. Kështu që prandaj do vim edhe nesër, sepse mami mbolli sot disa lakra, dhe nesër duhen vaditur. Kështu që ja jeta në fshat. Unë adhuroj fshatin, dhe sado që këtu kam ikur në moshën 6 vjeçare, kam bërë vetëm klasën e parë, po jam filluar shumë herë në shkollë. Për mua ky është atë dheu. Ky fshati, kjo shtëpia, paçka se është e prishur, sepse nuk kemi jetuar për 24 vite. Tani, nga që jemi kthyer në Pogradec, në shtëpinë e Pogradecit, vim dhe e vizitojmë dhe shtëpinë këtu. Pra ka qenë 24 vite pa banuar. Dhe misioni tjetër i imi është që t'ja rregulloj mamit këtë shtëpinë. T'ja sistemoj që ta ketë sa herë të vi këtu do të mbjelli, do të bëj diçka. Të ketë mundësi edhe të flej, paçka se shtëpia brenda është e mobiluar me gjëra të thjeshta, mund të flihet edhe mund të jetohet, por jo kushte normale që unë do doja për mamin tim. Kështu që misioni i radhës, pasi rinovova shtëpinë e Pogradecit për familjen, është të rinovoj këtë shtëpinë këtu dhe besoj që do ja dal. Duhet vetëm të realizoj një nxjerrjen e bebit jashtë, të forcohemi të dy, edhe pse jo, gjatë kësaj kohe të kem mbledhur një kapital që edhe të kem mundësi t'ja u rinovoj të shtëpinë në mënyrë të thjeshtë, sepse fundjavë në fshat dhe nuk është se na duhet për të jetuar këtu, por për të pasur një banesë të thjeshtë këtu. Ku t'i sjell edhe fëmijët e mi mbas një ditë që të njohin dhe të dashurojmë fshatin njësoj si e dashurojmë.